Mu duke udhës të ndaj me ju projekt buxhetin 2026 me mbi 1 miliard eurot e tij për shëndetësinë dhe mirëqenien sociale. Faktet tregojnë se kjo shifër nuk është e vërtetë. Në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm, fondet për shëndetësinë dhe mbrojtjen sociale llogariten 82.5 miliard lekë, e thënë ndryshe rreth 853 milion euro, pra 147 milion euro më pak nga sa deklaron kryeministri. Dhe kjo nuk është hera e parë që Edi Rama përmend shifrën 1 miliard euro kur flet për financimin e shëndetësisë. Për shëndetësi dhe mbështetje sociale janë 1 miliard euro. Nëse do ta besonim këtë 1 miliard, do të thotë se kemi 2 vite në vend të numëro. Në realitet, financimi për shëndetësinë nuk ka pësuar rritje, por ulje të vazhdueshme. Në 5 vitet e fundit, fondet janë ulur përmes akteve normative. Edhe këtë vit sektori nuk i kanë shpëtuar shkurtimeve. Nga 80.7 miliard në 80.2 miliard lekë, kur rënien më të madhe e ka pësuar kujdesi parësor. Më pak fonde, do të thotë më pak spitale, më pak shërbime dhe më pak mundësi për qytetarët. Po ju si mendoni? Na shkruani në komente.